Hej, përshëndetje nga unë Margarita. Ndonjëherë jeta na sjell përpara një dere të re, një mundësie që na bën të pyesim veten. A është koha ime tani? A jam gati? Dhe është normale të kesh dyshime, është normale të kesh frikë, por dua të dini një gjë. Unë nuk jam këtu për t'ju shqetësuar, apo për t'ju shtyrë me zor, apo për t'ju bindur me fjalë boshe. Unë jam këtu për t'ju ndihmuar. Jam këtu sepse e di se si ndihesh kur kërkon më shumë nga jeta. E di sa e vështirë është të kesh ëndra për të mos dish nga t'ja fillosh. E di se sa e vështirë është kur ke shumë detyrime për të paguar, sidomos këtu në emigracion. E di se si është të dëshirosh ndryshimin për të mos kesh mbështetjen që meriton. Prandaj, qëllimi im është vetëm një, të t'jap mundësinë, ndihmën dhe besimin që mbase s'ta ka dhënë askush më parë. Biznesi digital nuk është thjesht një mundësi fitimi, por është një derë drejt lirisë. Lirisë së kohës, lirisë së mendjes, lirisë së të jetuarit. Dhe gjitha këto sipas ritmit tënd. Por askush nuk e hap atë derë vetëm. Të duhet një ndihmë. Dhe pikërisht këtu hy unë. Unë dua t'jem udhërëfisja jote, dua t'jem dora që t'jep siguri kur ti të dyshosh. Dua t'jem ai zëri që të kujton që ti je e aftë. Dhe dua t'jem mbështetja që të mungon kur bota ty të duket e rëndë. Nuk të premtoj rrugë të lehta, por të premtoj rrugë të ndershme, të drejtë dhe me rezultate. Atëherë kur ti të jesh gati të ndërmarrësh hapin tënd. Dhe nëse sot ti po mendon, a është ky momenti im, atëherë unë dua të ta them me gjithë zemër. Po, është momenti yt, sepse ndryshimi fillon pikërisht kur ne vendosim t'i japim vetes një mundësi. Unë jam këtu për të ndihmuar dhe jo për të shtyrë. Dhe kur ti t'jesh gati, unë do jem këtu duke të pritur. Hapi i parë është vetëm një po për veten tënde. Pastaj ecim bashk. Më shkruani nëse ndjeni atë pon brenda jush. Ju mirëpres. Shihemi në live-in e radhës. Mirupafshim nga unë Margarita.